Pas buzëqeshjes që dhuron në çdo koncert dhe zërit që ngret pesh zemrat e mira fansave, Filloreta Raçi, e njohur nga të gjithë si Fifi, fshe një histori plot dhimbje, sakrificë dhe betejë të vështira me veten. Kohët e fundit, artistja ka hapur zemrën duke treguar se rruga drejt suksesit nuk ka qenë vetëm dorë trokitje, por edhe lot të derdhur në vetmi. Fifi ka folur hapur për sfidat e saj shëndetësore, veçanërisht problemet me shtyllën kurrizore që i shkaktojnë dhimbje të padurueshme për një kohë të gjatë. Ishte një periudhë kur nuk ngrihesha dot nga krevati, është shprehur ajo, duke kujtuar frikën se mos humte aftësinë për të ecur përsëri. Nëse nuk do të kryeja menjëherë ndërhyrjen kirurgjikale, rrezikoja të mbetesha e paralizuar, është shprehur këngëtarja. Kjo vështirësi shëndetësore e detyroi të përballej me limitet e saj njerëzore, por sot do të flasim për një pjesë tjetër të jetës së Fifit. Janë disa lidhje sekrete në botën e artit që nuk janë bërë publike. Për shembull, pak veta e dinë lidhjen e Fifit me Ermal Feyzullaun. Ata nuk i bashkon vetëm skena, por Fifi dhe Ermali janë kushurinj, ato kanë hyrje dhe dalje familjare, por Fifi ka familjar edhe një tjetër reper. Bëhet fjalë për Mozik, ai është tjetër kushuri i këngëtares. Edhe pse nuk kanë ndarë bashkë skenën, Fifi, Ermali dhe Mozik kanë ndarë bashkë drekat dhe darkat familjare.